Përshëndetje dhe mirë se erdhët sërish në Pasion Kuzhine. Nuk ka si ëmbëlsirat e përgatitura me produkte të freskëta nga kopshti. Sot do përgatis këtë kek të butë me kumblla të sapovjela dhe arra të grira. Kombinimi i vaj të ullirit me kosin jep një teksturë perfekte që shkrihet në gojë. Fillojmë nga puna. Shtojmë në tas 3 vezë, nuk do përdorim fare ras elektrik për këtë kek. Vezët janë vezë fshati dhe e bën kekun të verdh. Shtojmë një bustin me vanilje. Do ja u sjell këtë recetë edhe me masa kuzhine. Gotat që po përdor në këtë recetë janë 200 ml. Shtuam një gotë me sheqer. Sigurisht që sasinë e sheqerit mund ta shtoni ose edhe ta paksoni. E përziejmë për pak, jo shumë, për 2-3 minuta dhe më pas do fillojmë të shtojmë kosin, një filxhan kafeje me kos dhe një gotë me vaj ulliri. Vaj ulliri duhet të jetë pa aroma dhe pa shije të keqe. Vazhdojmë të shtojmë gradualisht mielin. Në fillim do shtojmë 2 gota me miell, një lugë kafeje me sodë buke. I kalojmë në sytë që keku të marrin vëllim. Gjithmonë pjesën tjetër të miellit unë ja shtoj pjesën e fundit, sigurisht ja shtoj në fund duke parë edhe teksturën e brumit. Nëse shikoj që brumi është i butë, i shtoj sërish miell. Nëse është i plot, e lë me aq. Gjithmonë gjysmë gote me miell unë e shtoj në fund. Një gotë 200 ml mban 100 gram me miell. I shtuam edhe gjysmën e gotës me miell, pasi të gjithë kekët që përgatiten me fruta duhet ta kenë brumin paksa të fortë, jo shumë të ujshëm, që frutat të qëndrojnë në të gjithë sipërfaqen e kekut. I shtuam një kup me arra të grira. Shtojmë një kup me kumbulla, të cilat i kam prerë në 3-4 pjesë. Nuk i përziejmë shumë që kumbullat mos të lëshojnë ngjyrë. Kam përgatitur një formë keku, e kam lyer me vaj dhe pudrosur me pak miell. Brumin e përgatitur e vendosim në tavë. Vetëm 5 minuta kohë përgatitje kërkon ky kek. Në fakt këtë kek mua ma kërkoi vajza ime sot. Pjesën tjetër të kumbullave e vendosim sipër. Disa kumbulla i kthejmë përmbys, ndërsa disa të tjera do t'i kthejmë sipër. Në këtë mënyrë. Për ta bërë pak krokant sipër, unë do t'i shtoj pak sheqer kaf, i cili është kokër madh, i jep jo vetëm ngjyrë, por edhe e bën pak kërce sipër, me që keku ka shumë kumbulla, do dalin pak i lagësht, dhe sheqeri kokër madh i vë një kore të këndshme sipër. Do ta pjekim për 40-45 minuta, unë e pjek në 170 gradë. Dhe ja si duket keku i cili është pjekur, e kam lënë të ftohet pak, e kthejmë nga tava, e kthejmë sërish nga ana e kumbullave. Për ta zbukuruar më shumë, e spërkati me sheqer pluhur. Sekretet e një keku të butë dhe pak të lagësht është vaji i ullirit përzierë me kos, sigurisht dhe sasia e kumbullave në këtë kek. Patjetër që do shikojmë edhe pjesën e brendshme të këtij keku dhe shikojeni sa perfekt që duket. Të dashur miq, kjo ishte dhe receta e ditës së sotme. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, sigurisht që mund të bëni like dhe subscribe kanalit Pasion Kuzhine.